Turistët e huaj në Imar nga vendet të ndryshme të Europës dhe botës, nga Franca, Norvegjia apo dhe Belgjika e vendet të tjera që këtë sezon kanë zgjedhur pikërisht Himarën për të kaluar pushimet. Në intervistat e tyre për Blu Televizion, ata pranojnë se Himara, por edhe Shqipëria mbetet një destinacion mjaft i preferuar. Ata vlerësojnë klimën, detin apo dhe ushqimin, edhe pse mes vlerësimeve pranojnë se duhet dhe ka vend për të përmirësuar. Paris, sorry. Paris? Yes. Unë vi nga Franca, nga qyteti Parisit dhe këtu do të qëndroj për rreth 10 ditë. Himara po më pëlqen jashtëzakonisht shumë, po gjej veten shumë mirë. Unë kam ardhur këtu me motrën time dhe destinacioni i radhës do të jenë Saranda dhe më pas do të vizitoj edhe Tiranën. Yes, the first time. Sot është dita ime e parë këtu në Imar dhe po më pëlqen shumë. Është shumë bukur këtu, ka shumë qetësi dhe pastërti dhe ushqimi është mjaft i mirë. Do shta mund të kthehem sërish për ta vizituar në të ardhmen. Yeah. And for you, is the first time in Norway? Yes, it is. Jam nga Norvegjia. Për mua është hera ime e parë këtu në Imar. Vendi po më pëlqen shumë, klima është mjaft e mirë, është më e ngrohtë se ajo e Norvegjisë, vendi nga vi unë. Gjërat që më kanë pëlqyer shumë janë deti, njerëzit dhe ushqimi. Çdo gjë po shkon shumë mirë dhe deri më tani nuk kam patur dhe asnjë problem. Çdo gjë është super. Një sezon ku Imara mbetet një nga destinacionet e të huajve, por edhe vendas, ndërsa vetë ata vlerësojnë vendin si një nga destinacionet e preferuara për këtë sezon turistik.